Tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës posuan një rënje të ndjeshme të hënën pasi investorët u alarmuan nga ndikimi i mundshëm ekonomik i tarifave të reja të vendosura nga administrata e presidentit Donald Trump. Kjo rënje erdhi menjëherë pasi Trump deklaroi se ekonomia amerikane po kalon një periudhë tranzicioni duke ngritur dyshime për një recesion të mundshëm. Në një intervistë dhënë për Fox News, e regjistruar të njëjtën dhe transmetuar gjatë fundjavës, Trump u shpreh se ishte i vetëdijshëm për shqetësimet ekonomike, por i qëndroi vendosshmërisht politikave të tij. Unë urrej të parashikoj gjëra të tilla, tha ai. Ka një periudhë tranzicioni sepse ajo që ne po bëjmë është shumë e madhe. Ne po e kthejmë pasurinë në Amerikë. Kjo është një gjë e madhe. Menjëherë pas kësaj deklarate, zyrtarët dhe këshilltarët e lartë të Trumpit u përpoqën të shqetësonin frikën e investitorëve, por tregjet reaguan me një rënje të fortë. Aksionet e disa prej kompanive më të mëdha të teknologjisë posuan humbje të mëdha. Tesla posoi një rënje të thellë prej 15.4%, ndërsa Nvidia, lideri në prodhimin e çipave të inteligjencës artificiale, humbi mbi 5%. Gjithashtu, gjigantët e teknologjisë, Meta, Amazon dhe Alphabet, panë gjithashtu një rënje të ndjeshme të aksioneve të tyre. Tregjet asiatike reflektuan shqetësimin e Wall Street në hapjen e bursave të martën, me Nikkei 225 të Japonisë që ra me 0.6% dhe Kospi të Koreas së Jugut që humbi 1.3%. Megjithatë, pas luhatjeve fillestare, disa tregje arritën të rikuperonin pjesërisht humbjet. Në tregun e monedhave, dollari vazhdoi të dobësohej përballë poundit britanik dhe euros, duke shënuar një rënje të ndjeshme që nga fillimi i muajit. Në kontrast me situatën në SBA dhe Azi, tregjet europiane mbeten më të qëndrueshme. Bursat kryesore të Europës madje shënuan një rritje të lehtë, duke treguar se investitorët në këtë rajon ishin më pak të shqetësuar për pasojat e tarifave amerikane. Ndërsa tregjet financiare mbeten të paqëndrueshme, analistët theksojnë se investitorët do të vazhdojnë të monitorojnë nga afër çdo deklaratë të re nga administrata Trump dhe të vlerësojnë ndikimin e politikave të saj ekonomike në periudhën e ardhshme.